Atëherë përshëndetje, duket se është sqaruar ai misteri i madh i frikshëm që lindi pas disa shpërtimeve të një pas njëshme në intervale të ndryshme kohe, flasim për fragmentet sekondave, të cilat tronditën Durrësin, por vetëm Durrësin të gjithë rajonin përreth, fillimisht u dukën si shpërtime armatime apo diçka tjetër, madje pati informacione konfuze ku fol për shpërtime në tokë, më pas në det, më pas për prezencë të forcave ushtarake të NATO-s në zonën e Bregdetit të Durrësit, por më pas duket se është sqaruar gjithçka, pra bëhet fjalë për 3 avion në fakt të cilët kanë patrulluar ose më saktë kanë kaluar në hapësirën tonë ajrore, 2 avion ushtarak italian, mendoj në kuadrin vetë NATO-s, mendoj që kanë ndjekur një avion gjerman i cili nuk i është përgjigjur për arsye të mistershme kullës Vërojtinit, dhe më pas 2 avionët ushtarak janë vënë në ndjekje të avionit të Gjermani, i cili çuditërisht ka lëvizur në drejtim të hapësirës ajrore shqiptare dhe pikërisht në momentin që është kaluar, mendohet, në zonën e ujrave ndërkombëtare, pra në zonën mbi ujrat ndërkombëtare, pra në hapësirën ajrore, jo larg, natyrisht jo larg Bregdetit shqiptar, janë dëgjuar dhe zhurma të cilat të shkaktohen nga bum sonik, i cili është një fenomen i cili njihet sidomos kur kalohet shpejtësia e zërit, pikërisht në avionët ushtarak, dhe natyrisht këto shpërtime të bëra në fragmentet sekondit, një të paktën 3-4 shpërtime të fuqishme, i pari është dëgjuar më i fuqishëm, sidomos 2 shpërtimet e para, janë të paktën momentarisht janë konfirmuar si shpërtime të shkaktuar nga vaga e zërit, pra jo shpërtime luftarake, gjë që hedh poshtë pistat e mëparshme, të cilat u raportuan nga burime të ndryshme, në një kohë që natyrisht versioni zyrtar tashmë është që 2 avion luftarak italian kanë ndjekur një avion civil gjerman, i cili nuk i është përgjigjur kullës të vërtetimit ajror, dhe më pas avioni është drejtuar hapësirës ajrore shqiptare, dhe pikërisht në këtë zonë janë dëgjuar dhe shpërtime të cilat kanë shkaktuar alarm, kanë shkaktuar panik tek njerëzit, pasi kanë qenë me të vërtetë shpërtime të forta, por tashmë që të paktën zyrtarisht është sqaruar gjithçka, është zbardhur dhe misteri këtyre shpërtimeve të cilat kanë dëgjuar më fuqishëm në zonën e Durrësit. Mirë Lambi, të përshëndes për të gjitha informacione që përcolle në studio.